Ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Avni Qenaj, është arrestuar nga autoritetet e Serbisë. Lajmin e ka konfirmuar edhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Në një njoftim për media thuhet se posa kanë marrë informacionin për arrestimin e Qenajt, kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton se menjëherë pas marrjes së informacionit mbi arrestimin e shtetasit të Kosovës, Avni Qenaj, nga autoritetet e Serbisë, Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi ka ndërmarrë veprimet e para duke i adresuar Zyrës Ndërlidhëse të Serbisë në Kosovë një kërkesë zyrtare për konfirmimin e arrestimit, arsyet konkrete të ndalimit, vendodhjen aktuale ku ai po mbahet, si dhe çdo informacion tjetër të domosdoshëm për trajtimin e mëtejshëm të rastit, thuhet në njoftim. Ndërkaq që ende nuk ka informacione se ku po mbahet Qenaj, Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi do të procedojë me paraqitjen e kërkesës zyrtare për lejimin e vizitës së personit arrestuar sapo të konfirmohet lokacioni i saktë ku ai po mbahet, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme. Lidhur me arrestimin e Qenajt, nënkryetari i OVL-UÇK-s Gazmend Sylla në një prononcim për mediat ka konfirmuar se ai ka qenë pjesë e UÇK-s dhe ka bërë të ditur se nuk ishte hera e parë që ai udhëtonte nëpër Serbi. Edhe ne kemi marrë informacionet e para nga mediat dhe menjëherë kemi komunikuar me degët tona të OVL-UÇK-s në Prizren dhe në Has, si dhe me bashkëluftëtarët tanë të Brigadës 138, Agim Ramadani. Nga këto burime na është konfirmuar se Avni Qenaj ka qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Na ka habitur fakti që zoti Qenaj ka udhëtuar shpesh nëpër Serbi dhe asnjëherë më parë nuk është ndaluar. Për këtë arsye arrestimin e sotëm e konsiderojmë politik dhe pa asnjë bazë juridike. Kjo është pjesë e vazhdimësisë së luftës speciale që Serbia e ushtron ndaj qytetarëve të Kosovës, veçanërisht ndaj ish ushtarëve të UÇK-s, është shprehur ai. Më tutje Sylla ka apeluar që veteranët të mos udhëtojnë më nëpër Serbi, duke shtuar se nuk ekziston asnjë provë që Qenaj të jetë i përfshirë në ndonjë krim siç pretendon Serbia. Mesazhi im për të gjithë veteranët ka qenë dhe mbetet i qartë, mos udhëtoni nëpër Serbi, sepse e rrezikoni jetën tuaj dhe nuk ka kusht t'ju mbrojë atje. Shpresojmë që bashkësia ndërkombëtare të reagojë sa më shpejt dhe të marrë hapat e nevojshëm për lirimin e tij, pasi nuk ekziston asnjë provë që Avni Qenaj të jetë i përfshirë në ndonjë krim, siç pretendon Serbia, ka thënë Sylla.